Sot është data e 5 dëshmorëve. Data e dëshmorëve, 5 Se martë. është vendosur pikërisht sot? Unë, më falni, po dëshmorët janë gatruar tani. Dëshmorët që janë së vërtetë dëshmorë edhe janë futur dhe ca tjerë që janë kriminale, jo dëshmorë. Po përmend midis tyre Azem Ajdarin. Që për mua është jo vetëm kriminal, po për ata ardenisë që kanë folur unë, ai ka luajtur rolin më të rëndësishëm për të mos dalë naftë. Po një dëshmor tjetër që është kriminal. Dëshmor tjetër që është kriminal. Ka plot. Mbase nesër do bëhet edhe qoftë larg e Dirama, po nuk është dëshmori i këtij vendi. Ai dëshmon të kundërtën, dëshmon që ky popull po fundoset gjithnjë më shumë të merr në Ersiq. Sali Berisha çfarë dëshmori do bëj? Po t'ishte, po Sali Berisha. Më keq në atër. Mi keq ishte. Ai flet për emigracionin. Që emigracioni është vetë shkaktari kryesor i emigrimit, se shkatroi uzinat të gjitha, shkatroi veprat ku do punonte populli. Çfarë bëri? Patjetër detyroi çtivi. Edhe tani të vret si pagje të keq. I bën zgjedhjet e partisë si pagje të keq. Domethënë do që të jetë njeshi të vret edhe një flakën kësaj shqipërie, siç e vullën të thashë. Sa dëshmor ka Shqipëria? 28.000 më duket, po tani janë shtuar dhe casi, Azem Ajdari është bërë 29.